Pra, thirrja jonë pasim të Kuranit dhe të Sunetit, nën kupton mos me u bër fanatik për asnjë njeri në fytyrë të tokës përveç për fjalën qala Allahu wa qala Rasul, ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse do të jemi fanatik, do të jemi vetëm për këta argumente. Dallimi mes fanatikëve të mëdhëbet edhe pasuesve të selefit e ahlus sunnetit vetëm një. Keni kujdes sepse shpesh neve na akuzojnë se na nuk i njehim ulemat e moçëm. E pa vërtetë është kjo. Na nuk bëhemi fanatik ndaj mendimit të një dietari nëse ai mendim nuk është në përputhshmëri me argumentet. Por asësin na nuk themi se është i devijum stakfirullah Ebu Hanife, i devijum Maliku, stakfirullah, i devijum Shafiu, i devijum Ahmed ibn Hanbeli, absolut nuk është. Por neve nuk e shejtrojmë asnjë dietar. E i vetëmi argumenti që është i shajt për neve është Kurani dhe Suneti. Respektin maksimal për dietarët.